3 reshta. Ambasada amerikane më në fund ktheu përgjigje. Do me thënë, kishë shkruar aq gjatë, vetëm 3 reshta. Shikoj. 1, 2, 3. Do më kanë kthyer një përgjigje që janë vrarë mu në byst. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë. Piç këtë sa. Tash nuk më mbetet gjë tjetër. Vetëm kaq kanë shkruar këta. Urojmë popullin e Shqipërisë, ja. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë. Tash s'dua që ta ndy gojën, kupton, po tani s'dua që ta ndy gojën, po unë personalisht nuk prisnja asgjë nga kjo ambasada e Bythës. Asgjë, po ashtu hiqini këto, plus 18 se unë se mbajtë të gojën tani, kupton. Plus 18, po ashtu largoni fëmijët. Tani këta ore, kush është në ambasadën? Po ne na tha Kimetja, do ani bartha. Gjodani, ju, Amerika që në 24 po të donte, se e Verota qari ishte, kuptona. Po të donte, ata dhe regjimin e Verotës, Amerika e la dhejtë. Po 100% do me thënë. E kuptoni do t'ju tani që Amerika nuk pith dhe do pith Amerika atere për regjimin e Verotës me 2 milion edhe me, kuptona, 2 milion, një pikë e vockële, pith e Amerika, do me thënë, Amerika bëri eksperiment, ta le komunizmin në këta, në mes të Evropës. Absolutisht po, që Amerika e la vetën Verotës, se as diskutosh ajo tani, kupton ti, e Verotës, ne kupton ti apo jo tani. Edhe këta që thoni ju, më vjen të shaj tash, s'dua të shaj. Jo i lirë, më thëshim. Do presim përgjigjen e të kujto. Ande. Po 3 fjalë ka kanë bërë. 3 fjalë ka mu. 3 fjalë ka përgjigje ambasada. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë. Tani s'më ka mbetur gjë tjetër mua, vetëm të qesh. Dëgjoj këtu ti ambasada amerikane. Se unë jam njeri i lirë dhe unë ja u qi ropt se s'më pëlqet Bytha, s'kam as fri nga juve. Ja u qi ropt nga i pari me i fundit. Që ta dini juve njërë. Kjo që prisni juve partneritetin e ngushtë njëra tjetrën, ka 12 vit në pushtet ky gjati, më 2016 mboli drogë të Shqipërinë, nuk that një gjysmë fjale ju ambasada amerikane. Jo kaqë fjale nuk prekët me gojë, kaqë. Tër këto skandalet e dynjas, yrë ministra në burke më dhe të thashë, juve nuk bëni një notë proteste, një kaqë kundër Ramës. Kaqë më nuk kini bërë, kaqë. Ore, me të drejtë, po flas me të drejtë që me tërë to skandale, ju të theshit gjysmë llafi që në droga e Tahirit, që në ministrat, male që nuk mbajnë në mend, sa skandale ka për kjo qeveri. Juve iq.
Tani bëni një pas, sa është data sot, që nga data 11, data 27 sot, ju bëni 2 reshta aty, edhe ishit vrarë në bythë qanë, se kishit bërë të rate, dhe ju urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Kaq, lajt thaj, kaq tha Amerika. Ambasada amerikane kaq tha. Piçke të semës. A ju qifja roptore? Ku ti kini? Ropt ja u qifsha. Esë më plasë e bytha. Ja u qi ropt. Qelbësira. Jo më jo, ajo ditë. Se ajo tha Doani Bar, tha. Ju që mbështet një Berishën, tha Doani Bar. E tha Kimetja që më 2021. Edhe një të qirë ropë që e kanë nga unë, qa Amerikanë leshi, thua mo liro, shtëpine e regulon vetëm i zoti. E di, po e kam thënë më vla, e kam thënë më vla, po e kam thënë më vla, e kam thënë më vla. Po e kam thënë më vla. Ore, thjesht ata nuk e duan Berishën, pingbarovi. Nuk e duan Berishën. Se duan Berishën, e kupton, s'ka mundësi tjetër tash të mbështesin një gallov njëri të këtillë. Në atyre nuk i përcet bytha për mirëqenien e popullit, për më thënë tash, fare. Edi Rama bën pazare, jo Sazanin, pa ju edhe bytën e tillë shon, kupton, për pushtet. A ju jep çfarë të duash në sekondë. E ka thënë një intervistë Erdogani, ka vite, që ka thënë me Edi Ramën e bën marrëveshjen me sekonda. Kurse me Sali Berishën të dilnin thinjat. Sepse ky se ka përgjetë të rëshoj, qartë të dojnë, qartë të duash ti vetëm pushtet, pe qartë të duash ti jep ky. Sazanin, Bashkimin, po ze emra kot. Këto no, Arlon, të tëra tip ky, këto no. Të tëra tip ky, për pushtet. Mirë po, nuk e keni mirë moj ambasada amerikane. Nuk e keni mirë. Unë shprej, do më thënë, unë me ndeshmëri ju qi ropt, ju ambasada amerikane, ju qi që mërëmban. Kupton? Po, një qeveri me skandale, ju të ambasadës jetoni këtua, do më thënë shikoni këshu për popullin për këtua, apo shu për cet kari. Amerika është kanceri njerëzimit. O birë. Orire Amerikës e ata një Sazan e të presin në Amerikë. Po pse o Fezullah, po miro për një Sazanko, për një Sazanko, ka që si do t'ajo, një pike e vogëlesh. Bir, jo më thesh një shok mua, të presin tha, ambasadë amerikane tha. Ore i thash, po lere be që ata desa po vonohen, kupton ti. Ky u shpi edhe atë që duhet të marrin këta. O bir, urojnë popullin thotë. Vazhdoni thot Amerika dhe largoni nga Shqipëria. Po mirë ti si Amerikë nuk shikon që populli në regjimin e Edi Ramës më shumë ka ikur. Populli në regjimin e mo të ka fajo. Të ka fajo. 2 reshta ben. 2 reshta o janë vrarë në byth. Urojmë popullin e Shqipërisë thot për zgjedhjet parlamentare. Dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. A ju qifsha partneritetin. Ore, po 45-ën, këtu ishin, këta, dhe në lanë në duart e këtyre. Po bre, thash bre, ba. Ore, Amerika, që më 24-ën, po qarë ishte e verot, gjatë ashtë me pushkë Pedrori, me këta bëthë motrit, i ngrinë në sekundë, kupton t'i. Po ja u la pushtetin komunistave beri, ca ju do, ca i la komunista, këta t'i lem komunista, fati toni keq, e kupton, t'i lem njëri, këta të bëmë eksperiment. Sa do jetojnë me komunizmin këta, tha.
Edhe më 91-92 Amerika mori 92, 93, 94 gjithë spionat i mori në Amerikë, ju beri pasaporta dhe ikën tërë spionat. E më dalin tani dhe e bëjnë 2 reshta. Data 26. A ju qifsha Europë në mënyrën më të mirë të mundshme, ju qifja Amerikën e bythës, legenat e mundit, ratës mutër. Egne ore plera, egne ore qelbësira. Egne ore qener. Egne ore, po ju pjerth juve, ju plasi bytha ju për populli. 12 vit, nuk betë një not proteste, bolli Shqiprin ma shash, ministra në burg, skandalet e dynjas, nuk betë një not se shko si ben të monica që gajë, nuk betë një not proteste, për Zotin e madh. Edhe tani, e lini këtë popull në fat, juve i sikurini kundra diktatorve, e mori prej të 4 dhe duhet të tregonit shqetësimin tuaj, që thosh Edi Rama e fitoj prej të 4. Amerika ndihet e shqetësuar që një njeri në mes të Europës në vitin 2025 ka fituar 4 rresht. Si ka fituar këto 4 rresht? Ky popull është kthyer nga emigrimi apo ka ikur gjatë këtyre viteve? Nxirrni vetëm të atyre të instatit, se 400.000 thonë ata. Po s'janë pak dhe 400.000, se kanë ikur mbi 1 milion. Po 400 sa thonë këta të qeverisë, 400.000, ku di unë. Tani, po pse na mërzitët këshume? Me Amerikë? Po mirë, shiko. Ne jemi populli më pro-amerikan në botë, për shpirtën e nësë. Shko si bëjmë unë. Jemi populli më pro-amerikan në botë. Pse na prozvarmi në këtë lloj mënyre me qifsha motë, Po pse na prozvarmi në këtë lloj mënyre mu? Po është për të qeshme për të qarë. Përse na prozva? Jo, i lirë. Edhe ju thesha, i lirë do të marrë Trumpi. Amerikë, nuk dua nga këto në Amerika leshi, këtu brenda, ore, kuj ditera këtore. Ore, brenda ne, këtu brenda ne, ore, le Amerika si plasi bytha Amerikës. Amerika si plasi bytha për njëzit e saj, do t'i plasi për ne. Do bet Amerika për ne. Po dakord, po jo dhe në këtë farfe. Jo dhe këtu. Jo se e një gjuna. Jo ju qifsha Europët. Jo, Amerika. Jo, Amerika këshu. Jo, Amerika. Jemi populli më pro-amerikan, moja. Nuk e meritojmë këtë siljen që bëni ndaj nesh. Të rritë ndaj nesh. Keni përkraur komunizmin. Qelbësira. Që më 24 përkrate e verozhin. Se po të donit e kishit bërna 24 orë dhe ase diskutonit fare e verozhin. Po fare. E latë bët eksperiment, e kuptoni ju. Edhe tani, po lini nipin e Enverozhës, nipin e blokut, të rritë bëj eksperiment tjetër më 2025. Qartë të them? Iku Sazani, po Sazano va Sazani kaqës, ore ky për pushtet je bio Sazanin, po je bythën e ti, ore. Po si të bëjmë ne, që rënkojme, që bëjmë ne që na dhe mbytha, unë me më dhe mbezora, o biri, si do bëjmë këshu, o bir. Jo të presim, për më këtë e kam këshu unë. Ore, tha Kimetja, e tha, kush bëhet me Berishën do ajë barë. Lere, tani. Dhe këta e këthyen, se thajo e kishte në program aty. Kush më shet Berishën do ajë barë. Nuk të bën gjë askush. O Margarita, nuk është puna
Po si, po kjo Amerika, a është... E di unë tash. Ne na kanë marrë penga të ranët, më. Nuk e di se marrë vesh. Ore, jepi dhe zanë, ja jepa ju, jep dhe zanë. Po ore, për pushteta ju jep qatë unë dhe bëthën e tia, ore. Po jep këtë doja ju për dhe. Po mua bit jesh që si i betë o birë. Po që si i betë o birë i nenës. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare, shkruan ambasada amerikane, dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Hajde talje kari me bet 5.000 që ja ropt, u vran më bëz, 2 reshta që vrar më bëz. Edhe ku t'ja tregojnë te, një nga popujt, edhe jemi vërtet një nga popujt më pro-amerikan. Po i di këto, ore, unë i dinja këto për nga bisi ujkë, ore, unë i dinja këto e që do t'i pashu zjeri dhe leshi preshi. Pre këta tashi, vërdo si matë, uruan popullin e Ramën. Hollandi, Po popullin se popullin vatovi, këtë doronin. Se ti je dakord me këto 2 reshta që këtë urojnë popullin e Shqipërisë. Urojnë popullin e Shqipërisë thotë dhe pastaj thotë presim të vazhdojmë partneritetin. Do me që e njohim qeverinë dhe do vazhdojmë partneritetin. Kupton ti? Nëse unë se s'kuptoj unë, ore, unë s'kam shkollë. Të ma përkthej ndonjë që ka shkollë, se këta flasin qikën si me intelektualizëm. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin. Partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Partneritetin e ngushtë, është e ngushtë. Ore, beta si mutun. Ma dërgovi në shok, kthevi përgjigje, tha ambasada amerikane. Lexoje, tha. Kur e lexova unë, 2 reshka. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Ua sa janë lodhur o pirë, po u lodhët shumë, u vrat në byth. Me pak fjalë në Ramazani, 5 gra, 5 mandate dhe bëhet yll me 5 sepa. O birë. Prandaj birë, prandaj bretosi duhet, e kupton ti. Duhet revolucion në anën tonë, vlla. Kështu nuk ecet. Këta thesin na i vodhi. Amerika thot mos më çani karin se fitovi Rama dhe i Qiuni. More vesha. Po muhabet jeshje. Jo se përmendi Ramën, thonë këta. Aha, lesh, të dënuar për jestish në komunizëm. O, bir, ardjana, bir. Tani, i Zoti e nxjerr gomarin nga balta. Në qoftë se do vazhdojmë kështu, me këto shëvikime, me këtë, nuk e di. Tani, doktor Berisha, unë të them vetëm një gjë. Shkunde nga themelet Partinë Demokratike. Shkunde nga themelet, që do të thotë. Ska, nuk do merren me. Ore, lere me kundërshtarin, ore. Tashi duhet të merrim me veten tonë, në qoftë se. Tashi e djatha, ose mi thash e djatha.
duhet të bëj një është në këtu refresh quhet këtu në me një refresh telefonin e refresh. Duhet një refresh. Çfarë ti bëj që si le do të prindrit? Për kisha qirot, kisha marrë çantat i kisha bërë një mund të mas t'i vendi. O bir. Po ku të vem në këtë mosh ne o bir. Nese tani. Tani duhet urgentisht të mbajmë përgjegjësinë vetë. Në qoftë se janë burra të dalin dhe të gjithë dhe të bëhet të shkoj çdo gjë në zero. Me çdo gjë në zero. Kush është në kryesi, kudo që është, pas 2013-ës, umbëm, 2015-ën umbëm, 2017-ën umbëm, 2019-ën ja dham vetë, ja dha y lulmuti. 2021-ën umbëm, 2023-ën umbëm, 2025-ën umbëm. 7 humbje reshtë. Nuk ban pilafi ujë. Të gjithë të zbresin në kem në tokë. Në qoftë se duan, tash doni ta mbani pent për dën mbajnë. Po jo, PD-ja është aset kombëtar dhe i takon popullit. Dhe i takon popullit djathtë. Është aset kombëtar. Nuk është i asnjë emri. Kështu që dil aty doktor Berisha edhe thuaj kërko, nuk e dio. Kërko primare me njerëz të mirë. Primare dhe të votojnë të gjithë. Të votojnë të gjithë. Të ngrerë dorën kush do të bëhet, nuk e di. Ti bëu president deri breva. Po bëu mos e nuk të do bota se do as Amerika asgjë. Tash i kot tani, tash do rim ne këtu tani kot. Adri nuk të do vlla, kot. Ai thot, do vazhdojmë partneritetin tonë, thot. Na tha Kimetja që në 2021, kush më zhet Berishën do e bar. Po a mut? Pa barësh mirë, po a mut. Ore ne vazhdojmë mamë mut, po kemi allin e fëmijëve tanë, mos anë mut e fëmijë tanë. Kështu që duhet me pa tjetër të vëmë këmbët në tokë, ta gjem fajn aty brenda ku çalon. Duhet refresh, që të gjithë bien me këmbë në tokë. Dil aty mos thuaj, fillon riciklimi nga fillimi. Viu president deri, je i madh, je ke dhënë për të partisë mëska, ri aty të marrë mendje. Dhe të votojnë të gjithë ta që duan, të gjithë të vijnë. Ali me kushdo mo, Ali Mehmeti, Ali Zoti, Saliani, Murizi, të gjithë që mendojnë që janë të aftë për të vidha y Kadilli, të tërë të vinë. Dhe të futën në votim kombëtar të gjithë në të Shqipërinë, në votim të pastër. Kush dalin 20 më të votuarit të vënë në kryesi, që i do populli. Po kështu që i do populli. Që i do populli më populli. Të vënë një njeri që e do populli, të vënë një njeri që me dhe në qikë vota majtas më. Majtas mera Ali Mehmeti. E i mera ju kam njerës më ju njerës të majtë mua. Qartë të them tash jam që orientuar fare, për Zotin e madh. Nuk vazhdojtë shu. Unë e di ore, këta që kanë marrë mandatin, këta të pëdeso, kanë marrë mandatin. Rio Vrenos mos na amutin, se 4 vit jemi mirë, ka Rigen, e që temën jemi, kupton edhe 4 vit, me ofiqe, me makinë në bytha, me të tëra, jeni në rregullu, po ne që se duam ramën, po jo këshu, lartë bytës time, jo. Unë e kam thënë që duhet të bëni, që ose jeni bura, kur të bëhet, në që ose jeni bura, dhe edhe e kini me tërmend që ne ka vidhur, po talni bythën talni, po e kini me tërmend që vota është e vidhur, tregoni bura aty në parlament, kur të vini të betoni, mos dilni me nga parlamenti. Lere tani të thresësh popullin në protesta, shpejt popullin, neve ta am prapo. Jo, në institucione do bet kjo. Do ta bëni ju. Jo ta bëni ju. Ju.
në grevurie, kërkoni zgjidhje të reja, kërkoni qeveri teknike, kërkoni zgjidhje të reja, dhe në të njëjtën kohë, PD-ja të gjithë, PD-ja të ishë në zero me kryesimet e tëra, zero të gjitha. Dhe të votojnë të gjithë në primare, të gjithë në primare, në tërë Shqipërinë. Të votojnë. Edhe kush do marrë vota, të hyjë në kryesi. Jo me miq, jo ty njerëz aty që s'marrin 2 vota. Që s'marrin 10 vota, që si voton fshati tyre. Edhe ty hyjnë aty, të kabardisen, të rëpornë. Ja, s'ka me. Doktor Berisha, diagnoza tani në dijet. Nga ku na vinë sëmundja, ndaj kryej operacionin e shumë pritur për vitesh. Prandaj, 4 vit nga 600.000 euro në vit, 220 brazer dhe të qasë shumë për ty, për mua tyre. O të satën ere kanë, besa dharit. Prandaj, e ja dhe përgjigje në Amerikës e marëm, ne në Amerikë, na urovi me 2 fjalka, urojmë popullin e Shqipërisë, tha, për zgjidhje parlamentare, tha, dhe presim të vazhdojmë, thot, partneritetin ton të ngushtë në Shqipërinë. Ne kuptoni ju këtu tani? Këta janë, kanë qenë pro-komunizmi që më 24 nëre. Ore e Veroza me pushk Pedruri, do mbate, e kuptoni ju, do mbate Amerikën, no. Amerikën dhe Anglino, Anglo-Amerikanë, do t'i mbante e Veroza. Me këta bëzmutrit. E lan vetë më komunizmin këtu, më, bën eksperiment. E lan vetë më, tani puna esh më. Tani si ish puna, si do verë kjo punë. Kjo punë do verë këshu. Një bura, diçka nuk shkon. Dhe prap e them, dhe do ta them me forcë. Diçka nuk u shkon. Për te lidhjes, dhe çfarëdo që ndodh, e çfarëdo të bëjnë, ne duhet bëjmë tonën. Ne rrim në mut me të njëjtin njerëz. Në 2021 u ngritëm, Fortoria më the të thashë, u zumë, u therëm me Gazbardin e me të tërë ata, kupton ti jo. E kur erdhi puna, Gazbardi, Gjek Markaj, Flamur Hoxha, ku dun që ishin të këta, ishin këtu kryeta, ishin mund të qaquen më dretush të qaqeve. Prap ata që jenë aty, kupton ti jo. Edhe prap ta ju në parlament, Gazbardi një titër. Këta që luftuan synë, e doktor Ali Mehmeti, s'mori vota titri. Ardiana Kalaja, ka ullqa, ka vite, në për protesta, e në për greva, e në për yne shkreta, në bashkia yri vetë aty si burri i këshiro, e në për protesta e shkreta tymra e të tëra, e femën, ore, Monica më beshe mishi si luftona ajo grua. E kur edhi puna, kupton tje, në rrugë beti prap. O duhesh e futur ajo në listë mbyllur, o nuk fola dhe dje, o duhesh e futur ajo, që ka qenë më aktivja nga më aktivet, e kupton ti? Nga më aktivet, ajo e shkreta, e kupton ti? Të leri tani të gjitha këto, tani si do bëhet, vlajim, tani si do bëhet, nuk mban me pilafi ujë, u shkatruan njëzit, po marin aratinë, ju ka i kurtruri. Edhe njërë, lereni, tregoni, bura, mos vazhdoni më këshu, se ky është turp. Në qoftë se do vazhdoni të thoni, na i vodhi këtu, na i vodhi aty, na i beri këtu, do të thotë që ne dorim. Jo, këto justifikimi e pasaj do juni si mutë në parlament. Po ju në parlament, pasaj do t'ju shtim ne me mutë. Dëgjua to. Po bet kështu tani, na i vodhi dhe në shtator do juni si minti në parlament. Këtu pasaj ka diçka. Jo. Këtu tani bol tregoni të njerëzve që ju ndjekin. E kam thënë dhe them kam qëmë 2023 i kam vitut aty, qëmë 2023. Mos vazhdoni kështu, se po vazhduat kështu, Rama do na mund prap. Dhe prap do na mund prap. Ju, o nuk kuptoni,
o ju vjen mirë, nuk di unë. Unë di të them, apur si qeshtë, shkollë s'kam, as e s'kam. Marë e shikoj këtu. 2013 humbëm. Do ta përsëris 250.000 herë. 2013 humbëm, 2015 zgjedhje lokale i humbëm, 2017 të mëdhat i humbëm, 2019 ja dha veta ju lulmuti, 2021 i humbëm, 2023 i humbëm, 2025 i humbëm. U bën 7 humbje rresht dhe ne rim me të njëjtat fytyra. Ore po të isha unë, tu në do iknja mo, për shpirë të nënës, po do iknja se kam setër mo, po jam me karakter, o kam setër, ore. Dhe jam me karakter, po të do unë jako do iknja mo. Do votosha në popull. Tani, të gjithë ju që kini humbur, të gjithë, jashtë, ju kryesia e PD-së, drejtues qashtë, të gjithë shkoni në zero. Kërkoni rivotimin e popullit, kërkoni votën e popullit. A ju do populli me, populli demokrat, a ju do me aty juve, që jini në kryesia e PD-së, në kryesia, ku e qarini, a ju do populli juve me, rivotoni ta që nga fillimi, refresh. Dhe doktori duhet të dalë, se doktori ne e mbështetëm e ngrën barë. Dhe doktori ne paka shumë na detyrohet se e mbështetëm. As vullë, as dhja nuk ishte, ne e mbështetëm. I dham 500.000 vota në 2023. Tani pra, 500 e sa, jemi besnik, 500 e sa, gjysë milioni njerës. Aman, duam misarim. Iku koha, nuk jemi me në kone në të njështë në të dyshit. Tash nuk jemi me në këtë kohë, tani jemi në 2025. Njëzit e shkon që ndodhë. O e lidë në qakun e kukësit, që përfin të ropojnë, nuk kam votuar, për të më rogjën e o zonë, por jemi fistartë e votojnë për të djathën, të nerët, dhe, ishte flamurie. Pontë, ore da akord beleri këto dhe emrat e përveqëm, bre vla. Tani duhet, në qovë se kanë sedër mo, për zotin e madhë, për shpirtën e nënës. Ore jemi elmuar, ore jemi elmë. Po nga tre pa qetas po fremë më 4 të mëngjesit fremë mo, ja qif shamë modë. Po u shkatuam si njerës mo, u qmendën vërtet ore. Në vend të shpim në pesa ata, na shpurja ju në pesa mo. I qif shamë nënë. Na shpurja ju në pesa, tani. Për te umbjes, për te vjedhjes çdo gjë. Kemi 7 herë rresht që po umbim. Dhe nuk kemi bërë një analizë. Të vem këmbën në tokë, një analizë. Ja, qiqi tem në semës. Ja, e po jo s'kame. Tani, s'kame. Në qose e një bura, në qose si një bura. Thoni, po e vith, dhe pasaj, nga vash, të uni në parlament, në shator, ma arë se arojnë këta, do bëni turpin më të math. Turpin më të math. Tani të gjithë sa jeni, ku do ku jeni, në kryesi e ku do duhem pastruar të gjithë, që të, që ku do mo, po ku do ka brylla mo, në tërë qytetet, ku është PD-ja, ca janë të bashkës, ka akoma të bashkës, ca janë të berishës, ca kështu, të ikë kjo frymë. Të ikë, ca të këti, ca të ati, të bëjt çdo gjë me votë, me pastërtim, në tërë Shqipërinë. Në tërë Shqipërinë, populli demokrat, tani tani ju do ikni të kini leka, do vini në plashë, unë s'ka ma do në plashë, s'ka për plashë këtu, kemi mu 7 terë, të terë të bani përgjësi, këtu më kemë si kukudhi të gjithë, si kukudhi. Të ngrini dhe të organizoni zgjedhje të lira si që janë në partije djathë. Partije djathë, primare në të gjithë Shqipërinë. Primare në të gjithë Shqipërinë. Kush do të hyjë në kryesi, kush do të hyjë kush do të bëhet kush do të bëhet kryetar partije, të tërë të hidhen në votim. Dhe të dalë votimi i pastër, pa ile, pa gjë, jo me kështu. Pa ile, pa gjë. Emri më i votuar të bëhet, kush do qoftë emri. Kush do të votoj, popull demokrat, të bëhet kryetari i Partisë Demokratike. 20 më të votuarit, nuk e di sa ka kryesia, të bëhen të zgjidhet kryesia me votim nga populli më vlla. Nga populli demokrat më vlla. Të bëhen një gjeze tani këtu më. Tani po flasim, tani u çmendëm tani. Tash ja dhe Amerika na qivi, tani si i bëhet.
Nuk na përkrajen, se duan, nuk e duan Berisha. Se do Amerika tha, do një barë ju që jashu, po tani dakord, duan barë, tani duhet për diçka, po zdorim kështu tani, ta që t'jale me Tiranës o, kam qëmë 2023 nga bra alarmin, tani duhet alarm prapore, se në qoftë se këta, do ullin kokën me gënjeshtra dhe do ullin prapë parlament, ne jeni bura, kur të vini aty të hyni në grevurie, në parlament. Po ja u themun këta për s'an bura këta. Këta duan vetëm të vim ne, populli, të bëjmë protesta. Ne dhe e thonë, ja delet ku janë, ja delet. Edhe neve, pa dhe më batu e ne kësu, am nga një hamburger, dalim aty të thresim, Ramaik, e këmë si bëqira. Kemi 13 vit, 7 na ka mundur, që të dalësh me? Qarë të dalësh, ku të dalësh me tani, me këta? Ta shi duhet u dhe si ere, tani duhet gjakiri. Fusni dim ka të votohen të gjithë, dim ka të tjena të termo, qarë janë? Të termo dim ka të një, dim ka mo ka, kemi ka, dima mo e djata, ka njërës mo, dima e vajza e, të shkolluar mo, ka e djata mo. Afrojni mo, hapini dyjet e bëdes mo, hapini dyjet e bëdes të yrinia, të gjakiri more, të gjakiri mo, që ti presli populli mo, të në të djata mo njërës që e duan familjen Adheun dhe Zotin more. Bol me këta, bol, shtatë unë bjeresht. Shtatë unë bjeresht, bol. Tani duhet reciklim. Duhet refresh, pëtaf, prrrr. Ska, vetëm shu, i Zoti e nëzirë gomarin nga barta. Jo të presim Amerikën, jo po leri këto. Jo na vodje, baroj. Na vith që na vith, duhet, ja u kam thënë me video e kini, qëmë 2023, duhet të riktheni besimin në populli. Duhet të riktheni besimin në besimi popullin e djata ka marrë fund, dhe plus i vitha ju dhe ka marrë fund, duhet diçka e re. Duhet diçka nga themeli, që edhe njerëzit të kuptojnë dhe të shikojnë, po, këta e kanë seriozisht, po, këta kanë sill njerëz të rinj, këta kanë sill njerëz rini të studiuar, njerëz që s'kan lidhje as me komunizmin as me njëri gjithë tjetër. Ka kjo e djathë mo, po jemi të kjo e djathë mo, po janë më sa do që janë, s'kemi ne 20-30 njerëz të mirë të vema aty. Po bollo me tani. Tani 7 umbi e resht të njetë njerëz. Më 2021 që unë shpresova, erdi Fortoria, erdi Berisha, tha shy Zotit. Kikin da Gazbardhje, Gjek Marka e thashe, Flamur Roxa e, qanë janë tërë këta që ndoqen në barë. Ne ata që në prapë, 2025 në ata prapë. Po me umësa, prapë me umësa, ne. Ver umbësat aty, e po me umbësin në umbësën, vesha. Po Pse doktori nuk flet një fjalë për ishullin e Sazanit? Nuk di nga këto unë dha tani. Di unë i shketi që nuk flet. Mirë ky popull ore që vdishim që mbaruam, po nuk. Ona vjene ramut si në primare, e su morën parasysh votat e antarësisë, lira. Su morën parasysh as një propozim e deri në lista e kandidatëve për deputet në qaqe. Qa të presin tani? Engrëm, neve aq shumë sa nuk ma merë mendja. Aq shumë sa nuk ma merë mendja. Të dalë të votojmë me këta mashtrus ordinel, si që janë këta pseudo deputet të opozitës. Këtë drejtë, vla, këtë drejtë dhe duhet qarë? Ore duhet të flasin të gjithë, vla. Të flasin pa frikë, mo. Për Zotin e madh. Primaret e dëmtuan shumë. Po e di o vla, kemi folur këto tani. Po e di o bire, po mos merreni me këto. Duhet riciklim i madh, nere. Duhet riciklim dhe duhen primare për vërteti, ore. Primare dhe kryetari me primare. Çdo gjë, ta bëjmë zero, të dalë Berisha tani, e të thotë, të bëhet bure, të thotë. Të gjithë që do vije në kryesinë, në kuvend, në kuvendin kombëtar të PD-s edhe në kryesinë e PD-s, do ziren të gjithë me primare. Për shembull, 20 më të votuarit në Shqipëri, do ziren në kryesi. Me votu, valla, të gjithë.
Kush është mi votuari? Ri president deri bre Berish. Po ri mos se do Amerika vlla. Do ambar, ne ba do mut pamo. Ne të duam sa më ska, të ndoqa 35 vjet o bir, po nuk të duam këta, duhet bëni gjë tjetër tani. Ajo e tha që më 2021. Kush dik Berishën do ai bar. Bar në Landan. Tani ky i vodhi Berish, çfarë do të bëj ky? Këta i thonë bravo, do vazhdojmë partneritetin me Shqipërinë e nuk pidhin hiç. Tani ju mos u gëzoni me këtë, se këtu më vjen mua pasaj. Se në qoftë se ju doni që të thoni, mëse në opozitë jemi ne, të dy të jemi tani. E jo, edhe ajtë të fleme 4 vit. E jo. Ta që po më shkuan njeri këtu në mesazhet. Po ti me Edi Ramën një më shkuan një këtu. I të shketë sërës. Ke danë në foto të pi kafe, thotore, Po ka nequr kokën e Berishës dhe ka me kokën e Ramës, o lali. Ajde, po tash unë, nese unë këta tani, unë këta që nuk u vjen mirë që the mund këshu. Myrë njeri këtu në Messenger. Ajde, piçke, sërës. Ma bëne karsile që të u lëri unë, po nuk u lëri unë tani. Tani unë... Viti 2025. Viti 2025. Deputetët e opozitës janë shumica legjenda. Viti 2025. Kleo, po mirë mo Kleo. Nuk të dhe mazje, vla. Nuk të dhe mazje, ke të drejtë të thuash qatë të duash. Të gjithë kanë të drejtë të thonë qatë të duan. Po mirë o viti 2025. Ne tani, tërë kjo e djathë, nuk ka bura që të mblidhen dhe të thonë urgentisht se Rama po na përdhunon. Na ka përdhunuar 7 herë rresht. Të dalin bura dhe të organizojnë të djathtën. Nuk e di. A ka një bura më të dalin bura me bole. Dhe të riorganizojnë të djathtën, nuk e di. Të riorganizohet e djatha më. Jo shumë se kanë frikë se këta dojnë prapa aty në parlament. Opozita është luks pa përgjësinik, e di o mirë ne o bire. E di. Përndaj kanë frikë se këta do në shqasin dhe në shtatore do në hynë aty. Edhe ben aty pasa si kur zhije, ben si të forë, njau, edhe dhe ka shtypi varikari, edhe që temën luks jeta varikari. Populli demokrat rrugëve, ca i kina ndaj, ca i kina, te s'ban përgjësi, ja u themi 100 herë, si s'mban njeri përgjësi mo, t'u vi rendë për popullin demokrat, shneja, thoju sa të duash tyre, gjallë në botë, po mirë me Amerikë, moj ambasadë, po mirë me të prita me Amerikë, që më datë 11, ata 27 sot, të prita me Amerikë, të më kthejnë një përgjigje, ndoshta një të vetme, po prap ma futeme, edhe ku t'ja fut, popullit më pro-amerikan, ne jemi në botë, të deja duhet të ndryshoj imazhin në publik, se nuk e do njeri me gjaketat e vjetra në kryesi dhe në kryetare sekretar të përgjishëm. E po qatë të themë vla, 100 tirë, qatë po themë unë atë po themë vla, po sikë njeri nga karikja, vla, nuk e di. Ne jemi sikë njeri nga karikja, vla. Ne fituam vrenos, nëzorëm Fidelin, do nëzirin titër, 4 vjeçarin titër. Dhe sa të betë, dhe dikos, mu do amë. O bir si i betë o bir i nenës. Unë di të them vetëm një gjë, mos e mbani peng popullin demokrat. Mos e mbani peng popullin demokrat. Mos e mbani peng Sergjuna. Gjithë spionat dhe institusat janë me pasaport o bir, Amerika rregulloi. E di o beson, e di o bir, e di. Si të bëjmë, qatë të bëjmë tash? Qatë të bëjmë, na kanë, jemi zemë si peng mojq. Ngrije zërin ore, do na qi. Qatë të bëjmë o bir, që më 2023
edhe më përpara, po të zere që kanë 2023. Ore mos, bëni divizje iq. Të njëjtat fytyra. Neve na odhën në kanal më të Tiranat, në Alen, në Lanë na odhën. Edhe prapa ta fytyra, ku e di unë tani çfarë. Urgjentisht duhet refresh e gjithë e djata, e gjithë PD-ja do refresh. Të gjithë të vënë në zero, me kryesi me tëra. 0-0 të gjithë. 7 tumbi resht na ka qish 7 na dhem po re. Po na dhem po. Berishën e duan. Po vlla, po këte kam përcjell këtë kohë. Të dua sa më skaj kam thënë e letri Bera. Të dua të kam dikur 35 vitore. Po tani s'ka qa jetë me. Po nuk fitojmë dot kështu. Si do bëjmë tani? Ojli, si puna jote jam dhe unë. Na kanë luftuar, na kanë masakruar me gjithë drejtimet. Jo vetëm kam me ngrëmut, po më kanë futur aq shumë, sa vetëm unë e di se çfarë dëmesh i kam sill familjes time e fëmijëve. Të mi, nuk kam fjalë që të gjej të shkruaj për të masakrat elektorale që u bë. Si bëhet o bis? Jemi nuk di. Unë di, në qoftë se këta janë burra, kjo bëhet. Ty në grevuri kam vite që e them, po në shtator yni aty për të betuar, dhe mos dilni. Mos dilni! Kërkoni zgjedhje, kërkoni qeveri teknike dhe zgjedhje parakoshme. Flijoni njërë për Nemo. 1 javë, 2 javë pa bukë të rini aty. Do vim të mbështetim ne pasaj me shpith. Aman, vere njërë bythën tuaj aty. Se prapë ju bythën në lukë se keni patur. Ne, të tashi, si dem qinteru, ne kemi ejdur si me gena, me autobuza 200 kilometro, juve vini me makina, me qëlle, me lëme, kalame, qëllëme, qa qëven ato, kuptonti? Me luks, juve ikni, pas protestës, juve ikni në për restorant ani darka, baron ajo protesta, juve makina, telefonat dhe vini ani në restorantet më të mirat të Tiranës. Ne si bëhqira, kur këthemi, jemi pa ngrenë, jepim ato buzit, edhe mbaj njërë ment për shpirt të nenës. Për shpirt të nenës, që nuk, në unë si të vinjenjen, po për shpirt të nenës, më ka ardhur shumë gjuna. Jemi këthyër, ka që në radhit e natës, jemi këthyër, edhe shiko si bëjmë. Dhe kur kemi arritur në Librasht, shoferi ka thënë, ta mbajmë këtu për të ngreno. Ullën koka 3 qerekuj ato buzit. Vetëm 3 veta thirë mbaje. Të tjirë thanë jo, se nuk kishin lek më vlla. Për shpirt të nenës. Në qose kënjë, se më vjen për të qarë. Nuk kishin lek më. Vetëm 3 veta thanë, bojë më si dojnë me pangre, ne kemi 5 orë atyje. Njerëzit dhe djerë, po iko sa më në shpi. Për shpirt të nenës, nuk e mbajti ore. E kam bajtur pak mande në një qezmë për cigare. Pim ujë, lam sytë, pim ujë, bushën bakun me ujë, e pim najnë cigare si bëlqirë. E kupton tjo. Sepse ato se po të kishin lek, ne kishim aty 5 orë më kembë, 6 orë. Ju ashe bukë njëzve. Tha jo mos e mbajt, s'ka që thamë në shpi. E kupton nga ato buzi, ja futat një ato buzi me kokë, këtu më bëj një gjumë qijaro. E kupton tjo. Për shpirt të nenës, kurse ju keni lukse, vini aty me makina, me firmato, Armani, Qiaro, Qarkini veshu në për trup, kurse ne vim me këto gjeket që na kanë dhenë, kanë gjeket mesin që ma ka dhenë nga Gjermania, ato gjeket e mesinit unë. E më tha njëri nga këta, pëmo të ti 7 vit me këtë gjeket ka ardhu. Po me këte thashur, se kam që janë tim plump. Ta kanë fjallën, be, ti shikosh njëzit, aty prandaj thashun, njëzit, edhe vin nga 3 orë para, njëzit që nga Shkodra, nga Korsha, une, 20 që në mëngjes, se s'na mban gjaku. Anë pilafin në Librash, edhe s'vajmi ne, e vim aty të na shikosh në aty. Biro, e kupton tje. Ja, këta janë populli demokrat, që ju kanë dikur ku ngrenë e ku pa ngrenë. Edhe vetëm humbje, dhe ju thoni prap, na vodhi, na çmendët me këtë na vodhi, më çmendët bre. Ore na vodhi. Ore si do bëjmë tani?
Veni një pjesën tonë. Na vodhi ky sa nga 100%. Sa na vodhi ky? Na ka vetëm mësuar gjysmat, 50, 60% mo. 40% i kemi fat ne. Veni kem në tokë. Vini kem në tokë. Pyeseni, ore, na do më popullin e? Se dashi ky usili kimi, na do më popullin e, çarini aty më. Po gjuna më ky popull demokrat. Dal më prit. Dal më të votojmë një. Votoni një mos zbrisni nga kali. Se futu në lica të mbyllur, futu kështu, futu me miq, jo më jo. Zbrisni një të tërë nga kali. Të tërë nga kali. Edhe rivotoni. Zbrisni të tërë, në zero. Që nga kryesia, të gjithë, më kem aty. Kërkojmë rivotimin, të na rivotoj popull demokrat. Me pasërti të bëjmë votimet, kush njeri ka fituar zemrën e popullit dhe merr votën, a ju të vinë në kryesi, ata të na udhëheqin, ata që do marrin votë. E ja, s'ka më kështu. S'ka më kështu. Se po vem nga humbja në humbja. Disfat më disfat. He, Amerikët. E lashu me kaq tani. E lash me kaq u lodha. U lash me kaq. Qartë të them. Mirën e. U elmuam. Cigare. Pa gjumë. Flimë 3, flimë 4, du sytë më delë rama si lugat, na ju filmin që delë shumë e syze, më duke sikur do vitë më aje, gjartë përim, njërën tjetër, u karosëm, lotëm nga mendë, na u qmendëm vërtet. Shikon një socialist për të bërë fushatën, në një